Plani operacional kombëtar i koduar koordinata me objektiv parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike vijoi në fshatin Libofsh, ku u gjendën dhe u azjesuan 1.000 fidan të dyshuar narkotik Cannabis sativa. Identifikohet dhe arrestohet autori dyshuar i kultivimit të tyre. Në zbatim të planit të posaçëm policor kundër veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier po kryen kontrolle intensive në të gjithë territorin e qarkut. Si rezultati kontrolleve të asistuara dhe nga dronët, si dhe nga informacionet policore, shërbimet e policisë goditën një rast të kësaj veprimtarie kriminale në fshatin Libofsh. Në vendin e quajtur Gropa e Mollës, u gjetën të kultivuar 1.000 fidan të dyshuar narkotik Cannabis sativa, të cilët u azgjesuan nëpërmjet djegjes. Si rezultati veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera për këtë rast, u identifikua dhe u vu në pranga autori dyshuar, Shtitasi AM, 63 vjeç, banues të fshatin Libofsh. Po punohet për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë veprimtari kriminale. Kontrollet vijojnë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.